Maj 2026. Thirrje për ndërgjegjësim dhe veprim. Për ndërtimin e qendrave të jetës për personat me aftësi shumë të kufizuara në Shqipëri. Në Shqipëri jetojnë 10 qindra persona me aftësi shumë të kufizuara, të cilat nuk mund të jetojnë të vetëm, nuk mund të mbrohen vetë dhe nuk mund të përballojnë jetën pa kujdes të përhershëm njerëzor. Për çdo prej tyre qëndron një nënë e lodhur, një baba i plakur, një familje raskapitur nga frika më e madhe që mund të ekzistojë. Çfarë do të ndodh me fëmijën tim kur unë të mos jem më? Kjo frikë u shpreh me dhimbje therse, edhe nga Edmond Tupja, në letrën e tij prekse, drejtuar të birit me autizëm. Më fal bir, që ashtu si dhe nëna jote, nuk jam i pavdekshëm. Më prekuaj shumë kjo fjali, ndaj dhe po e bëj këtë thirrje, pra bashkohem me dhimbjen e tij. Kjo fjali nuk është vetëm dhimbja e një babai, është i mira prindërve shqiptar. Dhe pikërisht këtu nis përgjegjësia e shtetit dhe shoqërisë. Shqipëria ka nevojë urgjente për ngritjen e qendrave të jetës, struktura të përhershme, kujdesi dhe jetese për personat me aftësi shumë të kufizuara, të cilët nuk kanë ose nuk do të kenë më askënd që të kujdeset për ta. Këto qendra mund të organizohen sipas modelit të fshatrave SOS apo rezidencave sociale moderne evropiane, me ambiente familjare dinjitoze, me kujdes mjekësor dhe psikologjik, me staf të specializuar, me aktivitete zhvilluese, me siguri, ushqim dhe mbrojtje të përhershme, me dashuri njerëzore dhe jo thjesht mbijetesë. Këta njerëz nuk kërkojnë luks, kërkojnë vetëm të mos braktisën. Një shtet matet jo nga ndërtesat që ngrë, por nga mënyra si i mbron më të pambrojturit. Prandaj kërkoj që në çdo bashki të Shqipërisë të planifikohet ngritja e të paktën një qendre jete të tillë, që qeveria shqiptare të shpallë këtë prioritet kombëtar social, që biznesi privat të kontribuojë përmes partneriteteve dhe fondeve sociale, që diaspora shqiptare të bëhet pjesë e këtij misioni human, që askush të mos mbetet vetëm pasi humbet prindërit, sepse këta persona janë të pafajshëm, sepse ata nuk zgjodhen kufizimin e tyre, sepse dinjiteti njerëzor nuk duhet të ketë kushte. Sot është koha për ndërgjegjësim dhe koha për veprim. Le të ndërtojmë bashkë vende ku jeta vazhdon edhe kur prindrit nuk janë më. Le të ndërtojmë qendrat e jetës për njerëzoren, për dinjitetin, për Shqipërinë që duhet të jemi. Faleminderit nëse e dëgjoni këtë. Faleminderit nëse e mbështesni këtë thirrje. Dhe shpërndani në mënyrë që ajo të ketë mundësi të shkojë në veshin atyre që duhet dhe pastaj të bëhet realitet. Për të gjithë ata që kanë nevojë, mbështetini që dhimbja të bëhet më lehtë. Sinqerisht, Edlira, maj 2026.